Rreth 1 kilometër rrugë në fshatin Shtoj e Ri në njësinë administrative Rrethina po shkon drejt amortizimit. Në këtë rrugë ku jeton një numër i lartë banorësh, faqen gropa të cilët vështirësojnë lëvizjen e automjeteve. Banorët thonë se rreth një muaj më parë është ndërhyrë për prerjen e asfaltit dhe bërë gati për shtrim, por që nga ajo ditë nuk është ndërhyrë për rekonstruksionin e këtij segmenti. Banorët që të jam, ka një muaj si e kanë prej, kanë bërë gati edhe si kanë rëndra pa ma. Problema bo, bile mos të kur gja, ata edhe me ka ma keq mjeft, e makinat atër kryen gobat tëna. Njështë o kanë lanë, të ashtaj lana, i shtrojnë, din ata. S'kam komuniku me ku, njëver se i ko pa ke presin, ke regullojnë pra një mojt edhe e kanë lanë njështu. Në kërkoj marrë me shtru, mbasi bile i kanë pres, e kanë ba ma keq tash, se të kinë lanë një ashtu më zhavar, se ata tëna gobat e makinit ta shkojnë dëmë. Lëvizje ka bëllë, se ta ka atë në gru dhe me një të rrugë. E dena thënë gusit të re, është për një kjo rrugë. Po problema është se ka 2 muaj si kanë hapë të gropat, shumë problem me makinë me qatë duesh. Fëmija prap shkojnë në shkollë, shkelin në ujë, shkelin qatë duesh, shumë problem. I kanë prej për me shtru dhe i kanë lanë një shtu. Gjithë kunde, në qëtëj, nëna ka rruga tjetër, ferat prap në 2 antë janë shke ka lëvizas me makinas, ka mas kurse. Edhe kështu mesin, deri që të mushet vene. Po, normal se ne i dëmtojnë. Taksat e zonat i marrin, por lëvizja jashtë zakonisht. Po na me ne shtru, sa mund, mas i taksat e zonat i marrin regullisht. Me shtru, rrugat mas i kanë prej, me shtru, bëjnë mirë. Në këtë segment rrugor që lidh 2 fshatra, Shtoj e Ri me Gruden, krahas amortizimit banorët ankohen edhe për mungesën e mirëmbajtjes, ku ferrat dhe bimësia shpeshherë bëhen problem për fushpamjen e shoferëve të automjeteve.